Tragjedi në Itali, 63 vjeçari vret bashkëshorten dhe djalin me armë gjahu. Një ngjarje e rëndë ka tronditur pas ditës së mërkurës banorët e Pieve di Camaiore në provincën e Lucas, Itali. Sipas informacioneve të para, një burr 63 vjeçar ka qelluar me armë gjahu bashkëshorten e tij, 52 vjeçare, dhe djalin e tyre, 24 vjeçar, brenda banesës së familjes. Fqinjët kanë qenë të parët që dhanë alarmin, duke njoftuar menjëherë autoritetet. Forcat të karabinierëve dhe policisë mbërritën shpejt në vend ngjarje dhe ndaluan të dyshuarin, i cili sipas raportimeve ndodhej ende brenda banesës nën kontrollin e autoriteteve. Banorët të zonës kanë rrëfyer se brenda familjes kishte pasur prej kohësh mosmarrëveshje dhe tensione, por asgjë që të paralajmëronte një epilog kaq tragjik. Në vend ngjarje vepruan dhe ekipet emergjencës mjekësore 118, të cilave ju bashkua dhe helikopteri i shpëtimit. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, jeta e dy viktimave nuk u shpëtua. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat dhe motivet që çuan në këtë akt të rëndëdhune familjare.